A mund të më shpjegosh të lutem pse prindërit bëjnë dallime mes djalit dhe vajzës për ndarje pasurie, aq më tepër kur kjo është e bollshme si për mua dhe për vllajën tim, dhe aq më tepër që këto firmosin dhe pa lejen time. Unë edhe pse kam 2 fëmijë, kam filluar punën që ishin si 1 vjeç, edhe kam ndihmuar në familje me rrogën time dhe nuk ndaja asgjë për vete. Nuk arrit ta kuptoj si është e mundur kjo gjë, a mos e kam unë gabim? A mos po bëj gjuna me prindërit e mi që po kërkoj diçka? Zullum, padrejtësi, gjinof i madh vallai. Kjo lloj sjellje e prindërve ndaj vajzës është gjuna i madh, vallai bilaj për Zotin. Është mëkat i madh. Pashallahu, është mëkat i madh, është gjinof i madh që të sillen me gocat në këtë lloj forme. Po këta janë njerëz që s'kan, domethënë, as fe, as besim. Po s'kan as njerëzillik, pa nuk duhet të kesh frikë Zotin, apo nuk duhet të kesh shumë dije, që thosh goca ka hakun e vet, ka hisën e vet. Nuk është kusht ti je fetar i madh, që t'i japësh gocës pjesën e vet. Kjo quhet xahiliet, ignorancë ekstreme. Edhe fatkeqësisht kjo lloj ignorancë është masive në mos vlerësimin e vajzave ose mos dhënien pasuri vajzave. Është masive. Se nga e kanë marrë këtë drejt sëmundje, populli ynë nuk e di, po që është kancer, kjo sëmundje është. Gocën sikur më e pas bë lopa, sikur mos më qenë pjesë e gjakut, sikur mos më qenë pjesë e shtëpisë. Jo, po është martuar, ka ke burri, si për vëlla ka ke burri. Shtaku vetë është pjesa vetë. Ose ca që thonë, ja po ideja është që mos me fut robin e huaj në shtëpinë tonë, mos e fut më vëlla ipi pjesën e vet. Bleja, sa është haku i tij, kaq, ipja lek, e mbaroi historia. Për shembull, mohabet e koti. Ai s'është mo i huaj, dhëndri nuk është mo i huaj. Ti ke dhënë gocën, që e ka i huaj. Kupton ti çfarë kafshërie? Kafshëri.